Pa e mësoj pejgamberi Allah, tha jo Omer, krejt vlerën që e ke, nëse nuk jenë gjendje, vëllavit tënë me ja bo halal, ja Omer, këtë e ke. ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشتك gjithashtu që Abu Bakr radiallahu an një ditë prej dire i ndryshun fjallë me Omer, edhe shkoj Abu Bakr te Omer ibn al-Khattabi dhe tha o vllavia, më fal, më ban Allah, më fal se une jam gabimtar dhe une jam ai cili të i dhërova. Omer ibn al-Khattabi nuk ja boni halal për moment. Erdhe Abu Bakr radiallahu an, po vend te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shiqoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vllaun e tij, shokun e tij, e lexoi në si dhe tha, Abu Bakr ka ardhur me një gjendje jo të zakonshme. Erdhe Abu Bakr radiallahu an, tha ja Rasulullah, sot kam gabu me Omer ibn al-Khattab, shkova me i lip halalëk, me më fal, tha nuk ma boni halal. Qka tha pejgamberi Allah? Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Tha mos e me rakos ja Abu Bakr. Allahu azza wa jall ya Abu Bakr ta fal. Omer ibn al-Khattabi u dëshpru pse s'ja boni Allah. Shkoi te shtëpia Abu Bakr, nuk e gjet Abu Bakrin radiallahu an në shtëpi. Erdh Omeri radiallahu an te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju varashtu fitira, e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pon këtë gjendje Abu Bakr, ngrit Abu Bakri, u ulguj dhe tha, ja Rasulullah, unë kam qenë fajtor, ja Rasulullah, vallahi Abu Bakri ka qenë fajtor. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vazhdoi fjalimin dhe tha, inna Allah ba'athani ilaykum. Allahu azza wa jall tha më dërgoi mesin e juj, krejt më përgënjështrun. Abu Bakr radiallahu an më besoj, krejt më luftut. Abu Bakr më ndimoj, thal antum tariku li sahibi, apo më lini rahat mikun tim, dashamirin tim. Prej atë dit Abu Bakr Siddiq radiallahu an nuk është shqetësu prej askujt. Pa mësoj pejgamberi Allah, tha ja Omer, krejt vlerën që e ke, nëse nuk jenë gjendje, vëllavit tënë me ja bo halal, ja Omer, kote ke. Pra, le tjetë mësim për neve vlezër të ndeshë musliman. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu me një hadith na tregon dhe thot, as mundi njëri prej jush, më kanë si Ebu Damdam. Për këtë hadith Sheikh Albani ka thonë se hadithi është i dop, vetëm me gjithata, si gjiri këti hadithit, deri të Qatada është i vërtet.